Unë kam 2-3 komente për sa i përket gjërat që thatë në raport veçanërisht me punën e Komisionit të Reformës. Spari, unë besoj që është pozicioni i qartë i majorancës që të ketë një komision i cili idealisht dali me një pozicion. Do t'ishte pa dyshim dhe ka pasur mjaftueshëm shprehje të vullnetit të majorancës që nëse është e mundur që kjo reformë të kaloj me unanimitet në kuvend, do t'ishte në fakt zgjidhja ideale e kërkuar. Dhe unë besoj që ka tashmë prova të dhëna nga majorancës në raport me këtë komision të mirëbesimit për një proces tillë, duke filluar që nga kërkesa për bashkëkryesin, te kërkesa për ndarjen në mënyrë të barabartë të anëtarëve të komisioni, në vijimësi tek kërkesa që ishte shumë e natyrshme dhe e mirë pranuar nga ana e majorancës që ne të thrasim autoritetin, Kongresin e Autoriteteve Vendore si një partner në këtë komision, por edhe Bashkimi Evropian, por edhe aktorë tjerë potencial si partner të punës të këtij komisioni, si që ishte më sfundmi dhe pas një mungese 2 mujore në komision, një kohë shumë e vyer që ky komision nuk e ka këtë luks, gjë që është shprehur më qartë që në mbledhjen tonë të parë që kemi një agjendë ngjeshur pune, por me dakordsinë që pavarësisht hapave ne ta ndalonim pozicionin tonë dhe të riktheheshim në tavolinë e punës për të gjetur opsionin e një bashkëpunimi të mundshëm. Të ndërgjegjshëm për faktin që kjo reformë do të ishte e shëndetshme dhe e mirë për vendin nëse ja dalim ta kalojmë bashkarisht. Thënë këtë, mirëbesimi i dhënë tashmë në mënyrë sistematike nga majorancës nuk mund dhe nuk duhet të jetë një mekanizëm për të bllokuar punën dhe për të mos e çuar përpara këtë reformë. Ne kemi dritare dhe unë e rithem këtë jo thjesht për kolegët që janë këtu, por edhe për publikun që na ndjek, sepse kjo është një temë që ka këtërishur mjaftueshëm interes. Kemi dritare shumë specifike për këtë reformë. Kjo dritare lidhet me faktin që në vitin 2027 Shqipëria mbyll negociatat me Bashkimin Evropian dhe sipas të gjitha gjasave me vullnetin politik dhe të Bashkimit Evropian në 2029-2030 Shqipëria bëhet një vend antar dhe ne na duhet që në këtë periudhë të caktuar ne të kemi bashki dhe rajone të afta për të funksionuar, sërish të them, na duhen bashki të afta për të funksionuar jo thjesht si struktura që janë të afta të ofrojnë shërbim për qytetarët e tyre, por që janë të afta të tërheqin financime dhe mbështetje nga Bashkimi Evropian për territorin e tyre dhe ta ngrejnë funksionimin përtej thjesht punës komunale në qytet, por si struktura që tërheqin financime dhe projekte nga Bashkimi Evropian për territorin e tyre. Dhe ky është një dritare që ne nuk duhet dhe nuk mund ta